Fundi i botës, luftë zombi, parashikimet rënqethëse të Simpson. Seriali The Simpson është i famshëm për bërjen e parashikimeve të çuditshme të sakta. Filmi vizatimor ka parashikuar me saktësi disa ndodhira. Ata kanë bërë disa parashikime rënqethëse. Koha do të tregojë nëse ato do të realizohen si shumë nga ato që janë realizuar në të kaluarën, nga momentet si rezultatet e zgjedhjeve tek zhvillimet në teknologji. Skenat e filmit duket se kanë një larg pamësi të frikshme për ato që na pret të gjithëve. Por çfarë thuhet aty? Fundi i botës. Në një episod të The Simpson, Homeri mendoi se fundi i botës po vjen dhe fillon të paralajmërojë njerëzit. Ai bën disa vëzhgime rënqethëse si yjet që bien nga qielli dhe fundi është afër. Megjithatë, ndërsa në fillim duket e pakuptimt, disa nga ato që thot Homeri fillojnë të bëhen të vërteta. Ndërsa kërcënimi sa vjen dhe rritet, Homeri ngjitet në parajsë dhe i lutet Perëndis që ta lër familjen e tij të jetojë. Pas një debati të ashpër, Zoti pranon dhe e zhbën rrezikun. Lufta e tretë botërore. Ky parashikim i The Simpson daton në vitin 1987, kur u transmetua për herë të parë një film i shkurtër nga seriali. Në këtë fragment Homeri bën stërvitje duke informuar familjen se lufta e tretë botërore ka filluar, ndërsa i detyron të gjithë ata të nxitojnë për në strehimore për t'u shpëtuar bombave. Po ashtu, Bert zgjon Homerin dhe i thotë se bota po merr fund. Pasi shkojnë në strehën e bombave, Bert e mbyll Homerin dhe e la atje deri në mëngjes, në mënyrë që ta lërë familjen të pushojë. Apokalipsi zombi. Në atë që mund të jetë parashikimi më i largët deri më tani. Simpson mund të ketë parashikuar një apokalips zombi në të ardhmen tonë, në një episod me temë Halloween në vitin 2009. Në Springfield ndodh një shpërthim mumjesh. Aty shkaktohet e gjitha nga një hamburger me mish nga baktit që kanë ngrënë baktit të tjera. Ngrënia e këtyre hamburgerëve i kthen njerëzit në zombi dhe pas 28 vitesh qyteti pushtohet nga ata. Rezulton se Bert është imun ndaj virusit. Kjo gjë i bën njerëzit besojnë se ngrënia e Bert do t'i shpëtojë ata. Sigurisht është e mundur që asnjë nga këto parashikime të mos realizohet, por The Simpson parashikuan me saktësi presidencën Trump që në vitin 2000, kështu që gjithçka është e mundur.